Zona e Pukës është një nga zonat më të rrezikuara nga zjarret për shkaket e sipërfaqes së madhe pyjore që ndodhet në këtë zonë. Kryetari i Bashkisë Pukë, në intervistë për mediat, është shprehur se në këtë periudhë janë marrë të gjitha masat në mënyrë që të mos ketë dëme dhe zjarrvënie të qëllimshme në këtë zonë. Pra sot mund themi që ne kemi të garantuar, pothuajse të garantuar, vetëm në një moment të veçantë. Sot zjarret dihet sepse kanë ardhur. Këto kanë ardhur si rezultat i keq menaxhimit të sektorit pyjor, ku teknikët e pyjeve dhe inxhinierët e pyjeve kanë pas pjesën më të madhe të përgjegjësisë tyre kryesore, duke i dëmtuar ata, duke i shfrytzuar ata pa kriter, kanë krijuar edhe këtë problemin e zjarrvënies. Sot mund themi se jam shumë i qetë në kuptimin e mirë të fjalës, kam bërë një ndarje racionale, ku secili inxhinier e teknik, respektivisht bashkë me punojësit e administratës të bashkisë apo të njësive administrative, kanë marrë gjitha masat për të pasur nën kontroll çdo situatë. Por nga ana tjetër, Gjona i shprehet se fondet nuk janë të mjaftueshme. Është një disproporcion jashtëzakonshëm, tham të drejtën, ne e vlerësojmë masat që ka marrë Ministria e Mjedisit në kalimin dhe me ato vendime që kanë nxjerr, por për sa i përket mbulimit të specialistave, është shumë i vogël. Gjatë viteve të kaluara, zjarret e qëllimshme apo jo kanë qenë të shumta në këtë zonë, duke krijuar zjarre masive shpeshherë, duke dëmtuar edhe kurorën e pyjeve në këtë zonë, e cila njihet si një nga zonat pyjore më të dendura në qarkun e Shkodrës.